Grupi kriminal I goditur nga SPAK pak ditë më parë, I akuzuar për vrasje me pagesë dhe tjetërsim pronash është lënë në burg nga gjykata. Prokuroria e posaçme pas hetimeve intensive finalizoi operacionin për goditjen e organizatës, së drejtuar nga Astrid Avdylaj dhe Aleksander Laho, I njohur si Rumi I Shiakut. Kjo band prej vitesh ishte një nga më të fuqishmet në qarkun e Durrësit, ku SPAK ka mbledhur prova duke kërkuar arrestimin pasi janë zbuluar vrasje me pagesë, si dhe një sër paligjshmëri në tjetërsimin e pronave në gjirin e Lalzit. Këtë të shtunë para gjykatës, doli Astrid Avdylaj, I cili ndodhet në qeli, I arrestuar në kuadër të operacionit Revanshi, Enea Kume, vëllai I deputetit socialist Loer Kume, Vullnet Muça, vëllai I Rumit të Shiakut. Ndërkohë, ky I fundit nuk është kapur. Krahas tij, edhe 2 persona të tjerë janë në kërkim. SPAK e ka ndarë hetimin në 2 çështje. Përmes zbërthimit të aplikacionit Sky ECC është zbardhur vrasja për hakmarrje e Edmir Bregut. Sipas SPAK, Astrid Avdylaj urdhëroi ekzekutimin në shenjë hakmarrje për tentativën për të vrarë nipin e tij Aldo Avdylaj. Në këtë krim, sipas hetuesve të posaçëm ka ndihmuar edhe Enea Kume, vëllai I deputetit të PS, ndërsa si ekzekutor dyshohet të jetë Alfred Doka, I cili është në kërkim. Pjesa e dytë e dosjes ka të bëjë me pronat në gjirin e Lalzit, ku SPAK ka zbardhur falsifikimet për tjetërsimin e pronave në Bregdet. Disa dokumente të gjetura në automjetin e ish prokurorit Arjan Doja, tashmë deputeti PD, ditën kur u bë atentat në nëntor të vitit 2019 në shoqërinë e Aleksander Lahos, ndihmuan SPAK të zbardhte skemën e mirëfillt të përvetësimit të pronave shtet në Bregdetin e Durrësit. Në krye të këtij grupi, sipas SPAK është Rumi I Shiakut. Ai ka falsifikuar dokumente të ndarjes së tokës në disa fshatra në gjirin e Lalzit. Madje ka arritur deri aty sa të zëvendësoj dokumentet e sakta me ato të falsifikuara në institucionet shtetërore. Disa prej këtyre pronave ishin vendosur në emër të disa qytetarëve të zonës, të cilët nuk kishin asnjë ide se ishin pronar tokash.